Shive, mundet me pas njeriu haset, zili. Po dhe? Ama zilia vjen nga fajan. Shive këtë telefonin. Ama ka familje dhe ka njerëz që as gjan nuk ban pa e reklamu vetën. Kam hang. Në filan restorani unë drejk. Në filan punë unë, në filan vendi unë pi kafe, në filan vendi unë fëmijët e mi sot e kanë marrë vendin e parë, kanë marrë vendin e pensë, kanë kalu me pensë, kanë kalu me dheqe. E ka kri fakultetin, si ka kri fakultetin, jam të shku në pushim, ka mu këthin këtë datë, ka me shku në këtë datë. Mos e njerëzit kanë zilishu. Edhe zilia vjen nga familja e ngushtë, nuk vjen nga ato që nuk njohin. I veni nati? Po në qoftë se ti e reklamon veten, edhe ai prej Amerike ka me të xhelozu. Edhe ai prej Australie ka me të xhelozu, se atë që e ke arrit, ti se në arrit. Kjo katastrofa, nuk bën kështu, ama ka njerëz xheloz, ka. Sepse thot Zoti, kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. O Zot më mbroj nga sherri dhe nga e keqja e atij që ziliqar. Ai që ka hased. Hasedi mund me si dhe me zemër. Ama ti pse mundson? Tash në këtë rast ajo ziliqar, ama edhe ti fajtori. Se ja ki po penalin. Po ti e ke bo gabimin. Unë ku e di çfarë të mirë e ke ti. Po mos i tregove të mirat, nuk ka patjetër mi tregu të mirat, nuk e ke obligim. Edhe tash unë po tham si o xhallar, shumë herë një djalë i ri ose një vajzë e re ka një problem, me një herë më kam bon magji mu. Jo, nuk do më thonë që ke magji.